e cila dul me dorëheqjet e parevokueshme. Po shumica se në pyetjeve që tha kushtrimi që po thonë, megjithatë për mua është shumë e rëndësishme një çështje. Nuk është sikur në një forum që do të shkoni për ta diskutuar dhe eventualisht ta zgjedhni një kryesi të re ose një kryetar të ri, nuk është sikur keni një kryetar që ka dhënë dorëheqje të parevokueshme dhe të ketë një garë ndryshe dhe të kemi një kryetar i cili megjithatë mendon që ka një pjesë të madhe të mbështetjes brenda dhe i vështirëson garën figurave që mund të kenë pretendime për me marrë LDK me udhëheq. Se po mendon që vështirëson? Pa vështirëson sepse dëgjom nëse ka një vend vakant. Nëse ka një vend vakant. Pyetja same është kuvendi që ka zgjedhur Islam Mustafa ka bërë kryetara Lumia Abdixhit. Mirë, po mundon edhe pak, veç lutem të kesh dorëm edhe pak. Nëse ka një vend vakant, gara e shumë personave është e barabartë. Nëse në vendin nuk është vakant, por ke arrit me sfidu terrenin, nuk është e njëjtë. Prandaj unë besoj që mos dorëheqja e parevokueshme e zotit Abdixhiku i vështirëson situatë dikujt sepse megjithatë nuk është lehtë në një kryesi ose në një kuvend cilin e bëjnë kryesisht, sipas mendimit tim, mund ta kem edhe gabim, dy lloj po e quaj grupacione, nëse mund t'i quaj. Mos ma merr për të keq fjalën grupacione. Jo, se s'ka grupacione. Nuk janë grupacione, ose grupimet njerëzve me mendime ose mendime. Nuk e thash për të keq. Okej. Pra, i pari është ai i qeverisë Hoti Mustafa, i grupit të cilët realisht edhe ata kanë katandis realisht në 2021 me rezultat LDK-n, dhe është ky grupi tjetër i cili provoi me bën ndryshimin, po deshtoi. Prandaj këtu i kemi dy por mendime të mëdha mbrana LDK-s, të cilat asnjëri nuk shihet fort i favorizuar. Tash mos dorëheqja parevokueshme e zotit Abdixhiku e vështirëson pak si situatë, edhe prap gara ka me mbetë qëtu. Pra nuk mundet me marrë një figurë të tretë me thonë diçka, është një vend vakant, kur unë e baj një program, një platformë timen, dal para kuvendit edhe hyn garë. Nuk është e lehtë. Kjo është e para e cila unë mendoj që ka vështirësuar situatën zoti Abdixhiku që nuk e ka dhënë dorëheqjen. Është drejtë e juaja, drejtë e tij, pra më lejon të them diçka, sepse ne të dy megjithatë kemi ndjek edhe shkollë të qeverisës lokale. Në momentin që ka fituar një subjekt politik 51%, 51% më tepër. Shoqërisë toni duhet një LDK fort. Jo veç një LDK, po të gjitha subjekte tjera të cilat nuk kanë kurrë stat mirë, sepse neve na vjen stabilizator në demokraci, stabilizatori i qeverisjeve është opozita respektive subjekte tjera. Jo, ne mendoj edhe sinqerisht e mendoj edhe ja duk këtë të mirë. Ne debatojmë, diskutojmë këto mbi bazën e asaj që marrim informacione dhe që i kemi. Dhe kjo unë breme kam thënë, po e thamë një herë, LDK-ja ka pas nevojë me lënë pak qetë, e tha gjithaj nami gazetarëve para zyrave të LDK-s. Nuk është e lehtë me funksionu si subjekt politik me këtë rezultat në një ambient ku media është prezente gjithkund, po zoti ju ndihmoft dhe inshallah LDK-ja kthehet e fortë sepse neve na vyn një LDK, një PDK, një AK, gjitha subjektet politika të kenë leadership të parë kredibil, legjitim dhe pastaj me mujt me sfidu zotin Kurti se zoti Kurti është në majat e fuqisë politike të tij. Faleminderit për pjesën e simpatisë treguame. Jo, po nuk po ja mirë kupton këto, po ja mirë pret. Mesisht po flas, nuk mendoj që ka aktor në LDK-s që ka katandis LDK në një periudhë ose në një tjetër. Ka procese politike në të cilat na kemi marrë vendime të vetëdijshëm plotësisht për rrugën që do të marrë. Po të vetëdijshëm edhe për argatin për të thënë popullore që po ja bojmë popullit tonë edhe shtetit tonë. E fundit krejt, sa i përket garës, momentin që LDK-ja dorëheqet para një kuvendi, vendi është vakant.